Përshëndetje të dashur miq. Kjo video është në lidhje me numrin e rrugtimit të jetës. Duke qenë se në një ndër videot e fundit doli si term, unë t'ika shumë e udhëzuar që të bëj një video enkas për këtë, sepse vërtet mendoj që disa për jush mund të kenë interes. Por nuk është e rëndësishme 100% apo ta dini me domosdoshmëri numrin e rrugtimit të jetës suaj. Është pikërisht si shenja e horoskopit që ju të gjithë e din shenjën e horoskopit, por ka disa që e din dhe janë shumë të fokusuar te kjo pjesë dhe duan të dinë se si ndikon tek jeta e tyre apo lëvizja e planeteve e të tjerë të tjerë. Ndjes sepse emacia ime po luan në sfond. Pra është një njëjta gjë, ju thjesht nëse ju jeni kureshtar ta dini, është shumë interesante sepse tregon shumë për sfidat e jetës suaj, për misionin që keni në jetë. Tregon vërtet shumë edhe për karakterin tuaj dhe ndoshta ju mund të kuptoni përse keni këto indicie, përse keni këto udhëzime në jetë që të bëni këtë X gjë apo të ndiqni këtë X rrugë, sepse kjo lidhet edhe shumë me numrin e rrugtimit të jetës suaj. Dhe nëse ju jeni të ngecur në vend numero apo jeni në këtë pozicion tani që doni të gjeni misionin e jetës suaj, unë supozoj dhe unë këshilloj që ta nisim nga numri i rrugtimit të jetës. Tregon vërtet shumë. Dhe është vërtet shumë iluminues në hapat tuaj të parë kur ju doni të dini cilën rrugë të ndiqni apo çfarë karriere profesioni të keni apo thjesht jeni të fokusuar diku, sepse numri i rrugtimit të jetës suaj tregon misionin tuaj. Dhe në momentin që ju ndiqni dhe përmbushni misionin tuaj në jetë, ju jeni të lumtur dhe të përmbushur. Dhe kjo është një ndjesi që as shumat më të mëdha të parave apo gjërat materiale nuk mund t'ju ofrojnë. Është diçka që është së brendshmi, është energjetik. Domethënë duhet ndjerë, është diçka energjetike dhe nuk mund të mbushet me gjëra materiale. Thënë kjo, ne e kemi sqaruar në kjo video pra që ne folëm se si mund të llogaritet dhe me sa mbaj mend unë ka ardhur dhe nëpër video të tjera, por tani unë ndjeva udhëzuar që ta ndaj specifikisht një video enkas për këtë. Dhe si mund ta llogarisni? Shumë bukur ju mund të mblidhni datën e ditëlindjes suaj, muajin dhe vitin, por në një mbledhje numerologjike. Pra, ditëlindja juaj mund të jetë në datën 1 janar 2001, po e marr për lehtësi që ju ta kuptoni, thjesht kalkulimin. Atëherë mbledhim datën me muaj, 1 + 1 2. 2 + 1 e vitit bëjnë 3. 2 + 3 bëjnë 5. Pra numri i rrugtimit të jetës suaj është numri 5. Dhe nëse shihni për shembull çfarë nuk kupton për ju, ky rrugtim ju mund të kuptoni shumë për sfidat e jetës, misionin tuaj e të tjerë të tjerë. Dhe këtë do të bëjmë tani duke filluar me secilin prej numrave, shumë pak informacion, dhe nëse ju më pas keni dëshirë për më shumë e më shumë dhe ju mund të kërkoni sigurisht për numrin specifik të jetës suaj, të rrugtimit të jetës suaj, edhe më shumë informacione, dalim pafund për këtë, por thjesht për të dhënë një farë informacioni të përgjithshëm. Për shembull, nëse numri i rrugtimit të jetës suaj është numri 1, ju jeni lider natyralisht. Pavarësisht gjinjës suaj, pra ju mund të jeni femër dhe dëshironi të jeni lidere. Ju mund të jeni mashkull dhe po njësoj. Ju jeni iniciator, pra ju doni që të bëni inovacione të reja. Dhe nga ana tjetër ju pëlqen pavarësia, ju pëlqen të jeni të pavarur, ju pëlqen të bëni gjërat vetë, ju pëlqen që të ndërmerrni veprim, si të thuash, të bëni hapa të mëdhenj dhe të fuqishëm dhe jeni shumë kurajoz dhe jeni shumë kureshtar që të eksploroni territore të reja, fillime të reja, rrugtime të reja dhe profesione të reja, apo gjëra të papërvuara më parë, dhe ju pëlqen të filloni gjërat, pasi që është nishi fillimi, në fakt, mund ta themi zero, por nishi, po e shohim kështu, duke qenë se është fillimi, ju pëlqen që të filloni gjëra të reja, të filloni një kapitull të ri, edhe në jetën tuaj. Përgjithsisht mërziteni nga gjërat kur janë monotone dhe dëshironi vazhdimisht fillime të reja. Në momentin që s'keni diçka të re për të fokusuar, për të bërë një pasion të ri, hobi të re, diçka të re për të bërë, ju mërziteni dhe dëshironi gjithnjë diçka të re. Këto janë ato që po mbim për numrin 1, të them të drejtën. Por nëse ju keni numrin e rrugtimit të jetës suaj numri 1, ju mund të kërkoni më shumë informacione lidhje me këtë dhe të thellojeni më shumë. Le të kalojmë tani tek numri 2. Po e them numri 2 për lehtësi që mos ta them të gjithë termin, sepse është pak i gjatë. Numri 2. Juve ju pëlqen bashkëpunimi. Ju jeni njerëz që ju shkëlqeni kur kooperoni. Pra ndryshe nga numri 1, që ju shkëlqeni ndoshta kur i bëni gjërat vetëm,
Në numrin 2, ju shkëlqeni kur jeni bashkë me njerëz në komunitet dhe kooperoni dhe bashkëpunoni. Sepse ju pëlqen, nuk do të thë, delegimi i punëve, por jo në një sens që ju të jeni lideri dhe dikush tjetër, kjo mund të jetë më tepër për grupin 1. Juve ju pëlqen që thjesht të bëni gjërat bashkë. Pa e shijoni këtë proces. Jeni më në paqe dhe më të lumtur duke bërë këtë proces. Dhe ju mund të keni një mision jetë për shembull që ndërthur këtë pjesën e kooperimit, të bashkëpunimit në jetën tuaj, në karrierën tuaj, në çfarë do të gjë që ju zgjidhni. Dhe ndoshta e keni vërtet shumë si të rënjosur në ju që ju doni të bashkëpunoni. Nuk e konceptoni do ndryshe, pra ju thjesht për çdo gjë doni që t'i ftoni të tjerët, të festoni me të tjerët, mërzinë tuaj ta kaloni me të tjerët. Ndërkohë që nuk e di pse po i krahasoj të dyja, por ndërkohë që për numrin 1 do thoja që pëlqej më shumë t'i kalojnë gjërat vetëm, ndoshta dhe të jenë, pra pëlqejnë të jenë në vetminë e tyre, nuk ndihen keq kur janë vetëm. Ndërkohë që për ju nuk është se ndjeni keq kur jeni vetëm, por thjesht ideja që ndjeheni shumë herë më mirë kur jeni me të tjerët. E kaluar tek numri 3. Për ju ndjej shumë këtë energjinë e ekspansionit, por në një sens kreativ. Pra juve ju pëlqen të jeni kreativ, juve ju pëlqen të komunikoni dhe të shprehni veten tuaj në një mënyrë kreative. Dhe jeni optimist naturalisht, jeni pozitiv naturalisht. Do thoja por si fëmijë të vegjël, por të maturuar në momentin që ju rriteni, pra nuk e humbisni këtë lidhjen tuaj me fëmijën e brendshëm, sepse fundja fëmia joni i vogël dhe i brendshëm është kreativ. Dhe ju jeni shumë kreativ. Dhe ju e lejoni kreativitetin të shpaloset në jetën tuaj, në të gjithë shka që ju bën. Ju mund të jeni thjesht në një punë që nuk ka kreativitet fare aty, por ju e ndërthurni disi. Ideja është që ju preferoni të zgjidhni rrugë kreative, por në momentin që jeni në një rrugë që s'ka shumë kreativitet, ju me do e mos do të bëni diçka kreative aty. Ju me do e mos do të vendosni për shembull në një zyrë, që mund të jetë një zyrë e zymt apo thjesht profesioni i tillë. Ju do vendosni lule, ju do bëni gjëra, do vendosni piktura, gjëra të bukura, pra ju e doni kreativitetin. Dhe nëse jeni në këtë rrugë që e keni zgjedhur për një arsye apo për tjetrën në këtë profesion, ju e fusni kreativitetin në këtë vend. Dhe ndoshta ky është misioni juaj, të shkoni në këtë vend e pa ngjyra dhe të lejoni ngjyrat tuaja të sjellin dritë në këtë vend. Dhe është vërtet shumë gjë e bukur. Ndërkohë që për numrin 4, juve ju pëlqen strukturat, juve ju pëlqen të jeni të organizuar, juve ju pëlqen të dini, të keni një plan, të vendosni gola dhe çdo ditë ju bëni plane se çfarë do bëni në këtë ditë. Jeni shumë punëtor, të palodhur dhe ju pëlqejnë strukturat, si të thuash, ose thjesht të ndërtoni themele të forta dhe ju për këtë punoni dhe mundoheni vazhdimisht. Është si të thuash, është po shoh tani është një tavolinë me 4 këmbëza apo një karige me 4 këmbëza, pra që ju jeni me këmbë në tokë. Ju e dini se kush jeni, ju e dini se çfarë doni, ju jeni të organizuar, ju dini se si ta arrini, e dini që me hapa të vegjël dhe me punë konsistente ju arrini aty ku doni. Dhe kjo është ajo që ju bën të suksesshëm, pra të jeni të organizuar në një mjedis ku për shembull organizimi nuk jo se nuk lejohet, por për shembull kur je kreativ, kaosi është pjesë e kësaj. Gjithmonë, dhe sidomos në momentet më kaotike, lind një kryevepër arti. Por në filozofinë tuaj, ju jeni më shumë të suksesshëm apo ndjeni më mirë kur çdo gjë është e organizuar, qoftë edhe në shtëpinë tuaj. Mendoni më mirë kur çdo gjë është në vendin e vet. Dhe ndoshta mund të bëni ndonjëherë tepër të fokusuar te kjo pjesë që doni që çdo gjë të jetë në vendin e vet. Dhe ndonjëherë është e pamundur kur jetoj me njerëz të tjerë dhe secili ka ato çeven e veta apo karakterin e vet. Por gjithsesi ju jeni vërtet shumë të fokusuar te kjo pjesë, të qartë te kjo pjesë që çdo gjë duhet të jetë në vendin e vet, kudo në çdo sferë të jetës suaj. Të jeni të organizuar dhe stable dhe që të shkëlqeni një jetë, ju doni këtë pjesë në organizimit. Për numrin 5, do thoja që ju jeni aventurier. Ju jeni aventurier dhe dëshironi të udhtoni, dëshironi që vazhdimisht të keni, pra për ju ajo që ndjej është një punë që mund të ketë shumë të përfshirë pjesën e udhtimit. Nuk jeni asnjëherë në të njëjtin vend apo në të njëjtin qytet, nuk e di, diçka e tillë. Pra puna juaj që juve do t'ju bënte të shkëlqeni dhe të ndjeshit shumë mirë, do të ishte diçka që ka të përfshirë pjesën e aventurës apo të udhtimit apo të zhvillimit dhe të zgjerimit, të ekspansionit. Ju jeni jo se ne të tjerët. Të gjithë ne kemi për synim që të zhvillohemi dhe të zgjerohemi dhe të ekspansionohemi dhe të zhvillojmë horizontet tona dhe të rritemi,
të ndryshojnë pra për mirë, por ju e keni synim jetë e këtë. Pra ju ngriheni në mëngjes dhe thoni çfarë do të bëj unë sot që të zgjeroj horizontet e mia, çfarë aventure do të bëj sot, çfarë udhëtimi kam në plan për të bërë këtë javë, këtë vit, këtë verë e të tjerë. Dhe ju kjo ju bën të ndjeni shumë të lumtur. Pra mund të jetë dhe synimi jetës suaj që thjesht udhëtoni gjithë botën. Dhe nëse ju e bëni këtë do ndjeni të përmbushur. Dhe ndoshta s'ka të bëj, pra ndonjëherë nuk duhet ta ngatrojmë synimin e jetës tonë apo misionin tonë me pjesën e karrierës, profesionit apo të ardhurave tona. Ju mund të bëni një punë që ju suporton në këtë mision tuaj që të udhëtoni në gjithë botën. Ndoshta frekuenca juaj është e nevojshme në vende të ndryshme. Ndoshta thjesht prezenca juaj është e nevojshme në këtë X vend, apo thjesht ju ndjeni më mirë kur keni parë gjithë këtë eksperjenca, kultura e të tjerë dhe ju mund të bëni diçka me këto, me këtë mix thesari që keni mbledhur. Dhe ky mund të jetë misioni juaj. Në lidhje me numrin 6. Numri 6 është vërtet shumë i bukur dhe mund të shohim shumë aspekte të tij në misionin e jetës. Një ndër to mund të jetë për shembull që ju keni një dëshirë të thellë dhe të zjarrt për të ndihmuar të tjerët, për të suportuar të tjerët kushdo qoftë. Ju gjithnjë doni të jeni aty për të tjerët. Ju ndonjëherë vendosni nevojat e të tjerëve përpara tuajave, gëzimin dhe kënaqësinë e të tjerëve përpara tuajës. Dhe ju doni me do e mos që çfarë keni ta ndani, jeni shumë bujar, jeni shumë, pra keni një uri doni t'i ndani, keni disa bekime apo ku diun, qoftë mjete, çfarë do që të keni resurse, ju doni t'i ndani. Kështu ju shijon. Në momentin që ju ndani me të tjerët, në momentin që ju ndihmoni dikë, në momentin që ju suportoni apo ajo që ju po bëni ndihmon dikë, kjo është përmbusha juaj më e madhe. Më shumë se sa çdo lloj gjë tjetër që mund të ofrojë jeta. Dhe ju keni natyrisht këtë ndjesinë e ushqyeshmërisë apo si një mama për të gjithë. Pra kushdo mund të ndihet i sigurt me ju dhe mund të ndihet sikur mund t'ju tregoj sekretet e veta dhe mund të ndihet sikur thjesht ka dikë që mund ta vendos kokën dhe të qetësohet për pak. Thjesht duket sikur juve ju ka njohur për shumë kohë. Pra thjesht duket sikur me ju ndihet kaq mirë, kaq rahat, edhe nëse është takimi juaj i parë. Këtë bën prezenca juaj, i konforton të tjerët dhe bën që ata të ndjehen shumë mirë dhe bën që thjesht të gjejnë një paqe, relaks dhe qetësi për kaq kohë sa janë me ju. Dhe ju të gjithë mund ta kuptojnë këtë që ju e keni, domethënë është aura juaj, është energjia juaj, është misioni juaj, por ata që e kuptojnë, ndoshta mund t'ju mbajnë ju si thesarin më të çmuar, apo mund ta mendojnë këtë, sepse vërtet ju jeni paqja e tyre brendshme. Dhe ne duhet ta gjejmë tek vetja jonë. Por në këtë aspekt, për shembull kur jeta bëhet shumë e vështirë, e ku di unë, të paktën e dinë që ka një person që nuk i gjykon. Ju kur nuk gjykoni. Nuk i gjykon dhe i do ashtu siç janë dhe thjesht mund të rinë në relaks dhe në paqe për kaq kohë të shërojnë veten e tyre. Pra frekuenca juaj është shëruese. Energjia juaj është shëruese. Edhe pa bërë ju asgjë. Dhe ndoshta ju nuk e kuptoni këtë. Ju mund të ecni në jetën tuaj të përditshme pa e kuptuar këtë gjë. Ju mund të jeni në një punë specifike, sepse kjo është çështja. Ndonjëherë ju vendoseni në vende specifike me njerëz specifik, edhe nëse ju nuk doni të jeni aty, sepse frekuenca juaj është e nevojshme në atë vend. Në këtë mjedis pune, në këtë grup njerëzish. Dhe ju mund të shikoni që kjo ndryshon me kalimin e kohës, pra ju jeni për një kohë me këtë grup, pastaj me këtë grup tjetër, sepse duhet frekuenca juaj në grupime të ndryshme për kohë specifike. Dhe ndoshta edhe marrëdhënie të ndryshme në jetën tuaj zgjasin për një farë periudhe, sepse aq është e nevojshme. Kjo është diçka që po ndjej tani, sepse frekuenca juaj është vërtet shumë shëruese, do thoja. Pra thjesht ju ndoshta nuk e dini, por kjo ndodh edhe pa e ditur ju. Lidhje me numrin 7. Juve ju pëlqen të reflektoni, natyrisht pra ju reflektoni për çdo gjë në jetën tuaj. Dhe ndonjëherë jeta juaj mund të duket si një mister tek të tjerët, sepse jeni vërtet shumë në këtë botën tuaj dhe ata nuk e dinë se çfarë po shkon në mendjen tuaj, çfarë po mendoni, çfarë po ndjeni, për çfarë ku jeni të fokusuar. Pra ju ndonjëherë ju pëlqen ta mbani jetën tuaj një mister, por jeni shumë të drejtuar të merrni një uri në një fushë specifike apo në fusha të ndryshme. Kjo është ideja. Në fusha të ndryshme, sepse ju po ndjeni një energji që ju dëshironi të eksploroni të gjitha posibilitetet e mundshme, të gjitha mundësitë e mundshme. Ju doni të shkoni në çdo rrugë të mundshme, ju doni të provoni çdo gjë të mundshme. Pra nuk është se doni vetëm një gjë. Ju doni shumë gjëra.
Dhe ndoshta misioni juaj mund të jetë që të filloni disa biznese të ndryshme, të bëni disa punë, gjatë jetës suaj ju mund të provoni apo mund të keni provuar punë nga më të ndryshme që s'kan lidhje me njëra tjetrën, sepse thellë, ndoshta ky është misioni juaj që të eksploroni. Ndonjëherë juve ju duket sikur jeni pa këmbë në tokë, sikur jeni në ajër, sikur nuk dini çfarë doni, jeni të pavendosur, por është ndoshta larg së vërtetës sepse ky mund të jetë misioni juaj që të provoni të gjitha këto. Sepse në fund të ditës, në fund të jetës, gjithçka është një eksperiencë. Është në çantën tuaj, gjithçka nga këto që ju keni provuar që mund të jetë shumë e ndryshme nga njëra tjetra, mund të keni qenë shitës, ekonomist, bankier, nuk e di çfarë më them tani, atlet, pra mund të keni provuar eksperienca që s'kan lidhje me njëra tjetrën, por secila vlen për diçka. Në panoramën e jetës suaj dhe në portfolion e jetës suaj. Por ju mund të ndjeheni shpesh të dëzuar, shpesh konfuz, sikur keni re, sikur nuk dini çfarë të zgjidhni. Janë shumë rrugë dhe gjithë jeni të pavendosur dhe sugjeroj shumë që dëgjoni intuitën tuaj, sepse ju jeni intuitiv, e ndjej këtë, por edhe ta largoni nga vetja juaj faktin që të mendoni se po bëni gabim. Duke qenë se ne tham, ju jeni për të provuar gjitha këto rrugë. Dhe cilën do të zgjidhni është e duhura tani. Sepse të tjera do t'i provoni gjithsesi, është e thënë që ju t'i provoni. Por mos u ndjeni keq për faktin që cila është më e mira, ndoshta zgjodha të gabuarën e të tjerë. Sepse nuk ka të gabuar për ju, nuk ka të drejtë për ju. Të gjitha janë njësoj, zgjidhni këtë doni tani dhe të tjera do t'i bëni në vimësi. Pra ideja është mos i bëni të gjitha me njëherë dhe mos të zgjidhni asgjë. Pra këto janë dy ekstreme, që t'i bëni gjitha me njëherë apo mos të zgjidhni asgjë. Zgjidhni njërin, vazhdoni me të, shihni sa është afati i kësaj, vazhdoni me diçka tjetër. Dhe kjo është ajo që juve do t'ju bëjë të ndjeni më mirë, që thjesht të mos vendosni faj tek vetja juaj. Në lidhje me numrin 8, ju jeni shumë ambicioz, ju keni gola për të arritur dhe këta janë gola shumë të mëdhenj. Kur them të mëdhenj, e lidh me faktin e infinitit, pra nëse 8-ën e kthejmë horizontalisht, është shenja e infinitit. Pra juve ju pëlqen që të rriteni në infinit, juve ju pëlqen të keni financa në infinit, juve ju pëlqen të keni njohuri në infinit, pa fund. Dhe nuk e naqeni asnjëherë me pak. Ju mund të jeni vërtet shumë perfeksionist, do thoja, ndonjëherë, ose disa prej jush, sepse i doni gjërat që të jenë perfekte. Por, a ka infiniti një fund? Jo. A ka perfeksion? Nuk ekziston. Prandaj, ndonjëherë kjo gjë ju mund t'ju mbajë në një lupë, të thoja, e keni parasysh si të shkoni vazhdimisht në infinit kështu dhe nuk ka një fillim dhe një mbarim, apo të shkoni vazhdimisht në rreth kështu dhe nuk ka një fillim dhe një mbarim. Kjo mund t'ju mbajë ju në këtë lloj gjendje, pra që gjithnjë të kërkoni perfeksion, por asnjëherë nuk do ta arrini. Ama kjo ju bën juve perfekt, do thoja, në mënyrën e zhvillimit dhe avancimit. Duke qenë se ju po kërkoni të arrini këtë perfeksion, ju gjithnjë arrini të ngjiteni lart e më lart, në shkalla më të larta, dhe ky është motivimi juaj që u mban të ecni. Nëse ju do të ishit e rehat, ndoshta ju nuk do ndjeshit as pak të përmbushur, kjo është e sigurt, por që nuk do të avanconit, sepse nuk do të kishit këtë lloj dëshira, ambicie dhe këtë lloj zjarri të brendshëm që të arrijë, të bëhet më mirë se ç'isha dje, të arrijë këtë, të arrijë atë. Prandaj kjo duhet parë, pra ka dy aspekte, të mira dhe të këqija, por që thjesht të mos shkoni në ekstrem. Ideja është që ju jeni vërtet shumë të fuqishëm dhe nëse ju e vendosni mendjen për ta bërë këtë gjë, do ta arrini, kjo është e sigurt. Por në momentet e demotivimit, kur ju ndjeni keq, thjesht silleni mendjen tek fakti që nuk ka perfeksion dhe çdo gjë, pra perfeksioni nuk mund të arrihet. Më motivon? Po. Por a mund të arrijë? Jo. Kjo më qetëson. Dhe në momentin që jeni të motivuar, thoni dua të arrij perfeksionin, sepse kjo ju ndihmon ju që të arrini të bëheni më mirë. Por në momentin që jeni të demotivuar, pra thjesht silleni ndërmend që nuk ka perfeksion, unë jam shumë mirë këtu ku jam, sigurisht që ka dhe më mirë, dhe kjo do t'ju mbajë juve më të qetë dhe më të lumtur. Në lidhje me numrin 9, ju jeni shumë human, naturalisht human. Juve ju pëlqen që të luftoni, do thoya në thonjza, për këto terma dhe si mund ta them, për shembull, të mbroni natyrën, të mbroni kafshët, të mbroni detin, të mbroni ajrin. Pra ju jeni shumë human dhe ju i doni që të ndihmoni të suportoni natyrën dhe njerëzimin. Synimi juaj është ky ndoshta që ju të gjeni një mënyrë se si të mund të kontribuoni në natyrë dhe të mbroni natyrën.
mjedisin. Dhe ndoshta kjo mund të aplikohet edhe në vendin ku ju punoni, ju keni si synim që të sillni ide të reja, por që përmirësojnë organizatën, përmirësojnë vendin e punës, përmirësojnë jetesën tuaj në familje, përmirësojnë marrëdhëniet tuaja. Pra ju thjesht jeni human dhe doni të ndihmoni dhe dilni gjithmonë me këto ide që janë në të mirë të gjithëve, sidomos në mjedisit, këtë po e ndjej vërtet shumë. Dhe ndoshta ju pëlqen të bëni dhe shumë bamirësi, kjo është ajo që po ndjej. Dhe ndoshta puna juaj ideale, ajo që po ndjej tani është që të jetë në lidhje me natyrën, të punoni në natyrë, të jetë diçka që ka të bëjë me natyrën. Dhe diçka që ka të bëjë me të ndihmuarit e njerëzve sigurisht. Tani më do të kalojmë tek një grupim treshe shumë e bukur që janë master number. Pra në momentin që juve ju del numri i rrugtimit jetës suaj 11, do të thotë që mos e mblidhni që ta bëni 2, sepse 11 është master number. Dhe lidhet shumë me këtë pjesën e pra ju jeni në një rrugtim ndriçimi shpirtëror, do thoja, jeni shumë intuitiv dhe nëse nuk jeni në këtë rrugtim, do të thënë ndoshta ju jeni natyrisht në gjendje meditimi gjithkohën dhe jeni natyrisht të lidhur me mesazhe dhe me universin dhe me çdo gjë që na rrethon në çdo moment. Dhe ky është ndoshta misioni i jetës suaj që thjesht të suportoni në këtë rrugtim shpirtëror, qoftë veten tuaj, qoftë njerëzim. Dhe ju jeni inspirues natyrisht, kështu që çfarëdo që ju të bëni do të jetë inspiruese për të tjerët. Ndërkohë që numri 22, edhe 22 që gjithashtu nuk mblidhet, nëse ju del 22, do thotë që nuk mblidhet, duhet ta mbani 22 sepse është master number edhe ky. Lidhet shumë me pjesën e kooperimit, por dhe me pjesën e faktit që ju kooperoni shumë mirë me veten tuaj. Dhe ajo që po ndjej tani është që ju jeni bërë për gjëra të mëdha, për të krijuar gjëra të mëdha, jeni vizionar dhe sillni gjëra, si thua nga e ardhmja, me gjëra që janë përpara kohe për të realizuar. Ju pëlqen të ndërtoni. Pra çdo gjë që ka të bëjë me ndërtimin e diçkaje, nga fillimi në fund ju e bëni vetë dhe ju pëlqen ky proces, e shijoni në maksimum. Ndërkohë që numri 33, po ashtu nuk mblidhet dhe tregon shumë që ju jeni mësues. Ju mund të jeni mësues në jetë vërtet, ju mund të jeni mësues shpirtëror, mund të jeni mësues në gjithçka që bëni, pra çdo gjë që u bëni është me e disinuar që të jetë si një mësim për çdo rreth jush dhe juve ju pëlqen një shumë dashamirës të ndihmoni të tjerë, të ndihmoni këdo në cilën do fush që ka të bëjë me mësuesin, pra, dhe jeni natyrisht talentuar, do thoja, në këtë aspekt. Dhe ju natyrisht dëshironi që të nxjisni të tjerë që të përmirësohen. Këto janë në përgjithësi ajo që unë ndjeva dhe çfarë më të them në përgjithësi për numrin tuaj, por sigurisht që ka shumë e më shumë, në fakt ka shumë artikuj që flasin për secilin prej numrave dhe nëse ju e kalkuloni, është shumë e thjeshtë për ta bërë dhe vetë numrin e rrugtimit jetës suaj, mund të kërkoni shumë e më shumë informacione se çfarë përfshin, qoftë në aspektin shpirtëror, në aspektin energjetik, në aspektin praktik dhe fizik të jetës suaj, çfarë nënkupton ky numër. Dhe do doja shumë të dija cili është numri i rrugtimit jetës suaj. Nëse dëshironi ta ndani në komente, do të isha shumë e lumtur. Do doja shumë të dija se a e keni gjetur dhe paraprakisht e dini se cili është numri juaj dhe a rezonon me ju me rrugtimin tuaj çfarë ky numër mbart si energji në veten. Do doja shumë të njihesha me gjitha këto dhe nëse keni pyetje mund t'i bëni në komente. Jam e lumtur të kthej përgjigje dhe të bashkëbisedojmë në këtë komunitet shumë të bukur. Faleminderit që jeni pjesë e këtij komuniteti dhe shihemi në video tjetër. Mirupafshim.